do të ketë një rritje pagash për të gjithë, le të themi për të gjithë stratat, duke filluar nga ata të cilët janë nën atë që do të jetë dyshemeja e re, pra 50.000 lekë në muaj, pra do të ketë një rritje e cila do të vijojë edhe për kolegët e tjerë. Ne jemi të angazhuar që të rrisim cilësinë dhe eficiencën, pra efektshmërinë e shërbimit postar, qoftë shërbimeve financiare, qoftë ati universal postar, dhe rrjedhimisht do duhet që këtë t'ja u komunikojmë nëpërmjet kësaj rritje të gjithë njerëzve cilët janë të punësuar tek posta. Ka nevojë gjithashtu dhe jemi duke punuar për një reformë të strukturës së postës, për të parë ato që janë vendet qoftë të Ballkanit, pra le të themi vendet si Motra, të cilët kanë sfida të ngjashme me tonat, por qoftë edhe vendet zhvilluara, siç është Italia, apo siç janë vendet e Bashkimit Evropian, që është një synim jo më afatgjatë aderimi në Bashkimin Evropian, dhe rrjedhimisht edhe ngritja e performancës dhe eficiencës së postës shqiptare duhet të shkojë krah për krah me këtë zhvillim i cili po ndodh. Një kapitull ka të bëjë shumë me pjesën e postës dhe shërbimit postar, që është kapitulli 6, dhe patjetër që edhe në këtë drejtim ne kemi shumë për të bërë, por po fillojmë nga këto dy që besoj unë janë dy kushte të domosdoshme. E para, rishikimi në kuadër të eficiencës i strukturës sonë, dhe së dyti, mbajtja e angazhimit cilin qeveria ka deklaruar dhe kryeministri Rama e kanë deklaruar për të gjithë sektorët e shërbimit publik, pra rritjen e pagës mesatare dhe rrjedhimisht edhe përmirësimin e cilësisë së burimeve njerëzore të cilët pastaj ofrojnë shërbimet e postës shqiptare.